A jeni gati të dëgjoni të vërtetën? Nëse po, atëherë kjo video është për ju. Sepse ndjej vërtet shumë, duke qenë se unë ndjeva udhëzuar te këto karta, janë vërtet shumë të fuqishme për iluminime dhe vërtet për të treguar të vërtetën ashtu siç është në jetën tuaj. Në rrethana që ju mund të keni ngelur në vend numëro, në zakone dhe besime që ndoshta ju duhet të çlironi, dhe nëse ju nuk jeni gati për këtë, ju mund të ndjeni të kërcënuar, si thuash, jo në një kuptim negativ, por në idenë që si ndjesia për shembull kur ju duhet të dilni jashtë komfortzonit tuaj, që në fakt nuk është aq e kënaqshme dhe jo të gjithë mund ta bëjnë, për shembull, jo të gjithë janë gati dhe jo të gjithë e marrin atë guxim. Sepse ndonjëherë thjesht duhet të ndjesh frikën, duhet të ndjesh atë lloj ndjesie jo aq të këndshme dhe ta bësh gjithsesi. Kur ti e ndjen që është për më të mirën tënde, për të zgjeruar horizontet e të tjerë. Pra kur intuita ju tregon që është një po, por keni këtë frikën sepse vetë trupi, mendja e gjithë qëndësia jonë është e organizuar në një mënyrë të tillë dhe e programuar që ne të qëndrojmë në këtë comfort zonin tonë. Si shikoni për shembull, gjithnjë më shumë po rritet kjo pjesa e privatizimit, njerëzit duan të jenë më privat, të kenë ato shtëpitë e tyre, ndërkohë që në të kaluar nuk ka qenë kjo. Por ideja është që të ketë balans, pra, jo vetëm njëra dhe jo vetëm tjetra, në balans. Dhe sot do të mund të bëjmë të mundur që ju, pra të vendosim një synim të përbashkët, ju në mendjen tuaj dhe nga ana ime gjithashtu, për të bërë të mundur që të keni pak dritë në një hapësirë, një sferë, një fushë të jetës suaj, diçka që ju vërtet keni pyetje së fundmi, keni patur vështirësi, dhe kjo vërtet do t'ju ndihmojë. Vërtet këto karta mua më ndihmojnë vërtet shumë sa herë që dua një iluminim në lidhje me diçka që ndoshta nuk po e shoh. Shpeshherë është e vërtetë që ne nuk i shohim ndonjëherë disa gjëra në jetën tonë. Nuk shohim sa të mbrojtur jemi, nuk shohim pse diçka po ndodh për një arsye specifike, nuk shohim pse kjo gjë që nuk na eci në fakt ishte për më të mirën tonë dhe papritur nëse ne thjesht e lëm jetën ashtu siç është, një derë tjetër më e mirë do të hapet dhe ne papritur e kuptojmë që gjithçka ndodh për një arsye. Dhe po mendoj tani ta ndaj në 3 grupime në fakt. Të shkurtra, sigurisht, nuk do zgjatem shumë, por 3 karta me qëllim që të ketë pak më shumë varietet dhe ndoshta që mund ta gjeni veten më lirisht, sesa thjesht një grup për të gjithë. Unë i përzjeva mirë gjatë kohës që po flisnim, kështu që edhe i përzjodha kartat për secilin grup. Janë të gjitha njësoj, kështu që nuk dhe është vërtet shumë e bukur, shikojeni pak se sa galaksi e bukur është. Vërtet më tërhoqi shumë backgroundi, por edhe vetë pikturat janë shumë të bukura, do t'i shikoni. Dhe po ndjem e udhëzuar që në fakt, sepse edhe vetë libri ka shumë informacione të bukura për mënyrën se si autori sqaron këto figura. Por ideja është që dua të dëgjoj intuitën time në lidhje me imazhet. Dhe sigurisht që do të marrim dhe konfirmime për secilin prej grup nëse na nevojitet, sigurisht. Kështu që po ju lë pak kohë të zgjidhni grupin tuaj dhe shihemi te grupimi për katës. Uroj që ta keni zgjedhur grupin tuaj dhe le të fillojmë me grupimin numër 1. Kjo është një kartë shumë e bukur. Si shikoni edhe vetë pikturat janë shumë tërheqëse. Unë tregoj që ju mund të shikoni një simbol, një shenjë për ju, një ngjyrë, një sinkronicitet që ndoshta mua nuk më vjen për ta thënë dhe ju thjesht e shikoni vetë, prandaj dhe e mbaj kartën që ta shikoni. Është vërtet një kartë shumë e bukur. Është kjo energjia femërore, por e pa kontrolluar. Shenja për ju, konfirmimi mund të jenë gjarpri. Mund të shikoni gjarpër në foto, në jetë reale. Mua më ndodh që kam parë në fakt shpesh. Buf, vetëm një herë në jetën time kam parë dhe ka qenë eksperienca më e bukur. Ju mund të ndodheni në një zonë që shikoni bufa, ose ka shumë simbolik për ju, mund të jetë guida juaj shpirtërore në këto momente dhe guidat shpirtërore në të gjitha aspektet, pra edhe në aspektin e kafshëve si simbolik, vinë në jetën tonë që për shembull në momentin që ne duam të kemi një karakteristikë të tyre apo kemi nevojë për këtë karakteristikë. Prandaj themi që për shembull ato ndryshohen me kalimin e kohës, në varësi të çfarë nevojash ne kemi, në varësi të fazës që po kalojmë në jetë. Mund të kemi një herë bufin ose në të njëjtën kohë bufin për shembull pilvesën dhe fluturën, apo bufin dhe gjarprin në këtë rast, ose vetëm njërin. Dhe më pas një farë periudhe nuk kemi më nevojë për bufin, vjen një mik tjetër si të thuash, por mund të paraqitet dhe në fazat e tjera të jetës. Për mua bufi ka qenë i pandar dhe vërtet jam shumë e lidhur me të, por edhe gjarpri të them të drejtën,
sepse është një simbol transformimi. Ju mund të jeni njerëz që ju pëlqen të transformoheni vazhdimisht dhe të adaptoheni vazhdimisht, sepse gjarpri ndron lëkurën dhe kjo është esenciale për ju. Si për gjarprin që për shembull është esenciale të ndrojë lëkurën e vet me qëllim që të ekzistojë. Nga ana tjetër, shembulli që po më vjen është i shqiponjës, e cila kalon nëpër një fazë shumë të vështirë në një nuk e mbaj mend, më duket o 70 o 90 vjeçare, dhe është një moment kritik që përcakton a do të jetoj vetëm aq apo do të jetoj ndoshta edhe 70 vite të tjera e ku diun se sa. Nëse ajo për shembull bën një sakrificë, pra që thjesht vetë të largoj puplat e vjetra, thonjtë e vjetër, sjepin ta rregulloj për shembull që të mund të ushqehet sepse me kalimin e kohës sjepi tyre përkulet. Pra është një transformim që do thoja jo dhe aq i lehtë, ky që po tregoj, por në fund të fundit ju mundson ju vërtet benefite shumë të mira. Para se të keni rifituar një jetë tjetër dhe të jetoni përsëri. Kjo është ideja, përderisa na u paraqit si shembull. Dhe çdo gjë unë e shoh si një mesazh, që përderisa po më tregohet mund të ketë lidhje shumë me ju. Ndjes sepse po luaja me mackën time dhe jam mbushur gjithë çime tani dhe ndoshta kjo mund të ketë një rezonancë për ju. Të jeni pakës më lozënjar. Kjo është ideja. Pra mos jeni kaq shumë serioz gjatë këtij transformimi, sepse është vërtet vetë shumë serioz. Edhe ju t'jeni, kjo e bën edhe më serioze se ç'duhet çështjen. Pra në çdo moment kur e shikoni që gjërat po shkojnë vërtet shumë drejt seriozitetit shumë të ngurtësuar, mundoni ta thyeni pak akullin, si thua, të bëni një gjë të bukur kreative, të qeshni pak. Kjo mund të mundesh që thjesht të kaloj më mirë e gjitha si eksperiencë. Gjyra e verdhë mund të rezonojë me ju. Dhe numri 26, numri 8, numri 62, vetë Lilith, nëse ju vërtet Lilith quhet macka ime me të cilën në po luaja. Nëse ju keni për shembull rezonancë me të, mund të kërkoni më shumë për kuptimin e saj, por vetë si figurë simbolizon shumë pra energjinë femërore, e cila nuk preferon që të kontrollohet apo të futet në një kuti apo të komandohet. Pra ju mund të jeni në këtë energjinë që nuk ju pëlqen t'ju thonë çfarë të bëni apo të ndiqni norma të caktuara. Sigurisht nëse është diçka e shëndetshme, për shembull dhe ju ndiqni një rutinë të shëndetshme që është e aprovuar, që është e shëndetshme dhe juve ju pëlqen, nuk ka të bëjë me këtë. Ka të bëjë me faktin kur të tjerët ju adiktojnë, dashur pa dashur, që të bëni diçka. Dhe juve nuk ju pëlqen kjo gjë, sepse nëse ju e gjykoni që s'është e duhura, pse duhet ta bëni? Dhe pse të tjerët janë kaq të verbër që nuk e shohin këtë? Por përderisa unë e shoh, pse duhet ta ndjek dhe unë të njëjtën gjë? Pse duhet që të ndjek edhe unë për shembull këtë rrymë që po më çon drejtim të gabuar? Dhe po dëgjoj shumë që ju ose keni patur vështirësi në shkollë, pra me rregullat e caktuara, ose keni nëse jeni në shkollë, ose në punë me urdhrat që ju jepen, pra nuk ju pëlqen t'ju urdhërojnë, sidomos për gjëra që nuk kanë, që ju dhe në vetdia juaj e gjykon që nuk kanë vlerë për ju dhe për tërësinë. Sepse themi drejtën dhe vetë shkolla tani më duhet updateuar. Nuk është, si të thuash, shumë e bazuar në çfarë vërtet realiteti ka nevojë dhe me hapat dhe ritmet që realiteti po ecën. Por gjithsesi kjo është një temë tjetër më pas. Këto janë shenjat që po ndjej për ju. Dhe ju jeni shumë konfident, pra ju nuk ju pëlqen, nuk është se dini këtë gjë dhe thjesht dilni dhe thoni jo njerëz mos i ndiqni këto rrugë dhe këto rregulla, ju thjesht e bëni për veten tuaj. Dhe ju thjesht në heshtje për shembull me konfidencën tuaj e dini kush është rruga juaj, e dini që kjo që të tjerët po ju thonë është s'është më e duhura dhe ju thjesht dini mos ta bëni. Ju thjesht gjeni një mënyrë disi që të mund të mos ta bëni këtë gjë dhe të gjeni rrugën tuaj, si të thuash, në heshtje. Dhe të transformoheni në heshtje. Dhe me Bufi lidhet shumë kjo pjesa që ju shikoni 360 gradë, prandaj ju keni këtë perspektivë. Bufi ka aftësinë që ta kthej kokën 360 gradë. Bufi ka aftësinë që të dëgjoj shumë mirë në një kapacitet shumë të lartësuar, si thuash, zhurmat e ndryshme. Pra ju mund të dëgjoni shumë mirë intuitën tuaj, që është një zë që mezi dëgjohet, si të thuash, në zhurmën dhe kaosin e jashtëm. Dhe pra ky kaos nuk ju shkëput ju nga intuita juaj. Dhe gjithashtu, Bufi tjetër lidhet me aspektin e të parit në errësirë, po jo dhe aq, por edhe kjo sigurisht që shikon edhe në errësirë. Pra edhe në këtë errësirë, siç është karta, ju mund të shikoni dritën, siç është ngjyra e verdhë. Dhe ju zgjidhni dritën në vend të
errësirës dhe kaosit. Ju zgjidhni të dëgjoni intuitën. Por le të shohim se çfarë konfirmimi do të vi me karta, ndoshta 1, 2 ose 3. Jo shumë, sepse tham që nuk do të zgjatemi. Karta e parë që erdhi për ju sapo unë mora kartat që ti shpërndaja, është një kartë e lezetshme dhe interesante për këtë energji, prandaj zgjodha që ta mbaj, sepse ka një arsye pse erdhi. Me këtë unë ndjej që ju keni një aftësi që të mbroni energjinë tuaj shumë mirë. Pra, dhe ideja është që për shembull, ndonjëherë të jeni kaotik, të jeni jo të organizuar, mund të shihet si diçka e keqe, por në fakt ju nuk e shikoni në këtë mënyrë. Sepse kjo është energjia femërore. Pra energjia femërore jo se është domethënë në një mënyrë, është se thua si gjithë universi. Mund ta kapësh të gjithë universin dhe ta vendosësh në një kuti? Jo. Mund ta organizosh apo si të thuash ta vendosësh në një farë standardi? Jo, sepse është gjithçka dhe asgjë në të njëjtën kohë dhe është si të thuash është ekspansiv, është jo më kupton se gjithësia. Si thua që energji femërore është një energji që nuk mund, është si kaos, pra nuk mund ta vendosësh në një kuti. Kjo është ajo që po dëgjoj vazhdimisht. Dhe është si këto molekulat kur uji zjen për shkakun që shpërndajnë në të gjitha drejtimet. Dhe kjo mund të duket si e jo organizuar, sepse çështja e organizimit lidhet me energjinë maskullore, me struktura, me norma, me rregulla, ose thjesht vërtet me kuti si thuash, pra vërtet mund ta vendosësh si 1 + 1 bëjnë 2. Kjo është aspekti me cilën po më vjen si leximi i energjisë maskullore. Por energjia femërore është komplet e kundërta. Prandaj nuk duhet parë ndonjëherë si gjë e keqe të jeni jo të organizuar. Thjesht kjo energji e juaja e energjisë femërore është një energji kaq potenciale për të krijuar, për të lindur gjëra të bukura. Vetëm nëse ju gjeni një drejtim të caktuar. Pra duhet integrimi i kësaj energjie me energji maskullore, siç lind çdo gjë tjetër. Dhe nëse ju jepni një drejtim të caktuar kësaj lloji energjie dhe e kanalizoni në një lloj drejtimi për shkak të art, në komunikim, çfarë do gjë që të jetë, ju lindni diçka shumë të bukur. Prandaj nuk duhet parë si diçka e keqe, por duhet ditur se si të punoni me të. Dhe kjo kartë konfirmon që ju jeni në përputhje me këtë të vërtetë tuajën. Dhe ju nuk lejoni, ose më saktë, mos e lejoni, por jam e bindur që ju nuk e lejoni të tjerë që ndoshta t'ju diktojnë kush ju jeni. Ju e dini kush ju jeni dhe s'ka nevojë ta konfirmoni nga të tjerët, apo të tjerët ta konfirmojnë për ju. Pra nuk ka nevojë për ju që ju të merrni këto emra, struktura, korniza. Ndoshta ju mund të keni vuajtur me këtë pjesën e kritikës, ose nuk e di, ajo që po ndi tani është pseudonimeve apo njerëz që janë përpikur t'ju quajnë diçka që ndoshta ju nuk jeni, t'ju vendosin një lloj emri personaliteti që ju keni apo kësaj energjie të bukur që ju keni, ndërkohë që ndoshta nuk ka një emër për të dhe pse do t'i vendosësh një emër. Dhe kjo është energjia juaj që pra juve ju pëlqen të lëvizni shpejt apo thjesht ju jeni shumë dinamik dhe ju keni shumë energji në veten tuaj, që duhet të dini si ta kanalizoni. Pra ka shumë energji sa po shoh këtu. Vërtet, domethënë duhet të dini se çfarë të bëni me të, sepse mund të krijoni gjëra shumë të bukura, siç është ky krijimi i bukur këtu me këtë ngjyrën e verdhë, që duket sikur në fakt është po del përtej vajzës në foto, pra Lilit, por gjithashtu duket dhe sikur po kanalizohet prej saj. Ana tjetër në lidhje me bufin dhe me këtë karqerdhje para, unë di shumë që ju e keni shumë të lehtë të shikoni se kush ju do të mirë dhe kush jo tani më. Pra intuita juaj është në këtë shkallë që ju të mund ta kuptoni. E vendosni zbatim apo jo, kjo është tjetër gjë, por ju e kuptoni menjëherë, edhe nëpërmjet kësaj karte, kuptoj që ju kuptoni menjëherë se kush ju do dhe kush jo, apo kush ju do të mirë dhe kush jo. Dhe ju lëvizni shumë shpejt në këtë rast. Pra ju i vendosni këto kufit shumë shpejt dhe ju thjesht pa pritur dhe pa kuptuar, thjesht bëni ca veprime që të tjerët duan kohë që të arrijnë në hapin tuaj. Dhe si përfundim, sepse do edhe një kartë si konfirmim, ndiqni zemrën tuaj në çdo moment. Mos lejoni të tjerët t'ju vendosin në korniza, mos lejoni të tjerët që t'ju. Pra ju jeni shumë në këtë energji femërore dhe ju pëlqen, ose më e mira për të operuar për ju është me zemër dhe me kreativitet, dhe jo me mendje dhe logjik dhe siç tham struktura, norma. Ju doni të jeni të lirë dhe aty ju shkëlqeni. Aty del drita juaj në pa. Pra ideja është që mos e lejoni të tjerë t'ju devijojnë nga rruga juaj, nga e vërteta juaj, nga ajo që ju dini që jeni dhe kush jeni, çfarë jeni dhe çfarë doni të bëni. Ndiqni zemrën tuaj.
Shumë mesazhe të bukura për këtë grupim dhe mund të themi që ngeli dhe si një mister komplet energjia juaj, sepse dhe vetë karta e parë që erdhi ishte pra që ju mbroni shumë mirë energjinë tuaj. Dhe jo të gjithë kanë akses në botën tuaj të brendshme, në atë çfarë ju mendoni, në planet tuaja, në hapat që bëni. Dhe prandaj duket sikur ju ndërmendni shumë shpejt ose transformoheni shumë shpejt, pra në fazat e jetës kjo mund të jetë transformoheni jashtëzakonisht shumë shpejt, dhe të tjerët nuk e dallojnë dot ose thjesht nuk e përtypin dot, duan kot atresin se si u bën nga ky person në këtë person për kaq kohë të shkurtër, ndërkohë që në jetën e tyre ndoshta nuk ka ndodhur dhe kaq shumë dinamizëm dhe shumë ndryshim. Shumë mesazhe të bukura në lidhje me këtë grupim. Edhe diçka e fundit, të tjerët mund të mendojnë që ju jeni të ftohtë dhe mund të jeni pra si qarë për gjak ftohtë apo thjesht që s'ju intereson, ndërkohë që ju thjesht keni shumë respekt për veten, për atë çfarë jeni, për energjinë tuaj dhe e mbroni me çdo kusht. Dhe nuk prisni siç tham nga të tjerët këtë konfirmimin që kush ju jeni apo jeni kështu apo ashtu, dhe nuk ju intereson nëse të tjerët ju quajnë të ftohtë, sepse në fund të fundit e rëndësishme është për ju paqja juaj e brendshme, e vërteta juaj, të qëndroni në përputhje me këtë të vërtetë dhe të mos devijoni. Kjo është më e rëndësishme se çdo gjë dhe fjalët që ikin dhe vinë dhe thjesht njerëzit do të flasin çfarëdo që të ndodhë. Këto ishin mesazhet për grupimin tuaj. Do doja vërtet shumë të dija se sa rezonuan me ju, sepse ishin shumë interesante dhe specifike do thoja, kështu që ky grupim ndoshta nuk mund të tërheqë shumë pak për jush, por që ishin interesante dhe do doja të dija se si aplikojnë jetën tuaj, çfarë konfirmimi gjetët në këtë mesazh. Dhe shumë faleminderit. Duke kaluar tani më te grupimi numër 2. Është një kartë shumë e bukur. Edhe ngjyrat janë vërtet shumë të bukura siç e shikoni dhe ju mund të krijoni me intuitën tuaj mesazhin tuaj teksa e shihni këtë kartë, inkurajoj shumë ta bëni. Pa thjesht ose stopojini videon ose thjesht shikojini, pra zmadhojini te kjo kartë se çfarë vërtet flet për ju. Sepse intuita do t'ja tregoj mesazhin specifik dhe kryesor për ju. Por ajo çfarë ndjej është që siç e shikoni, këto janë shkallët e rrugtimit tuaj, që nuk ka qenë i thjeshtë, pra rruga mund të kishte qenë e drejtë, rruga mund të kishte qenë për poshtë, apo mund të kishte qenë kodër, mund të kishte qenë lulishte e të tjerë, por në këtë rast janë shkallë, çka simbolizon që ju keni marrë hapa të vegjël çdo ditë, konsistent në rrugtimin tuaj. Dhe ndoshta kur merrni këto hapa të vegjël, nuk e kuptoni rëndësinë e tyre në moment, ose thjesht për një farë periudhe. Duhet që të akumulohen dhe të kalojë disa kohë që ju të shikoni vërtet peshën që ka, pra është si të thuash, nuk e kuptoni në momentin që po merrni njërin shkallë pas tjetrës se çfarë po bëni dhe progresin që po bëni. Por kur arrini në maj, ju mund të ktheni kokën pas dhe të shikoni se sa lart ju keni vajtur. Dhe kjo është ideja, pra, që ju jeni rritur, planeti në vijim po i lidh shumë me Jupiterin, që lidhet me këtë pjesën e ekspansionit, por gjithashtu dhe ngjyra gold me prosperitetin, me entuziazmin, me çakrën e pleksusit diellor që lidhet me njohuritë që keni fituar gjatë rrugtimi. Themelet që keni ndërtuar me këto prezantime këtu, pra keni ndërtuar themele të forta, shtylla të forta në jetën tuaj, që ju tani më nuk keni më frikë nga tërmeti, nga stuhia, nuk keni më frikë nga, si të thuash, luhatjet e mundshme, qoftë edhe emocionale, sepse ju jeni në balancë, siç thotë edhe vet. Numri 22 mund të ketë lidhje me ju, numri 4 dhe mund të shikoni shpesh 222. Dhe është një thritje për ju që të balanconi, pra, sepse keni qenë në këtë fazën që vendos gola, arri çdo ditë, por këtu thotë balancojini ambicien tuaj. Pra jo vetëm ambicie, jo vetëm të keni këtë synimin egoistik në kuptimin e mirë, pra që të arrini dhe të bëheni dikush dhe të keni sukses dhe të keni para dhe të keni të ardhura. Dhe ndoshta po ndjej tani që mos e lidhni për shembull të gjitha këto me të qenurit të lumtur dhe në paqe. Ju mund të jeni të lumtur dhe në paqe edhe gjatë rrugtimi. Dhe nga ana tjetër mos e lidhni për shembull të paturit para me sukses, sepse janë gjëra të ndryshme nga njëra tjetra ndoshta dhe sukses mund të arrihet në shumë mënyra edhe thjesht duke patur para. Pra balancojeni këta ambicie tuajën me ndoshta pakës relax, qetësi, pra ju jeni në këtë energjinë mashkullore komplet e kundërta energjisë e grupit të parë, që ishte energjinë femërore. Dhe për të dyja grupimet duhet një balancë, pra të balanconi këtë pjesën për ju, pjesën e energjisë mashkullore, të vendosjes së golave, të arritjes së tyre,
me pjesën e relaksit, të lësh ndonjëherë kontrollin dhe thjesht të shijosh rrugtimin, ndoshta të ulesh këtu, pa arritur deri në fund. Mund të uleni dhe të shijoni pamjen, mund të ktheheni dhe të shikoni se sa keni ecur. Mund të bëni diçka të bukur, të pikturoni gjatë kësaj periudhe, të qëndroni me njerëz të dashur, thjesht të shijoni pamjen, të reflektoni. Pra gjëra që bën energjia femërore në fundit që thjesht beson që është në rrugën e dur, thjesht beson që në kohën dhe në momentin e dur, siç e shikoni, këto simbolet e vogla janë si këto sendet e kohës që kthehen dhe pluri bie nga njëra anë në tjetrën. Pra, për ju vlen shumë kjo kohë e dur universale, për gjithçka që ju doni të arrini, sepse juve ju duket sikur kjo rruga, siç e shikoni, nuk ka fund. Ju duket sikur nuk do të mbarojnë shkallët ndonjëherë. Dhe ideja është që në fakt rritja jo nuk mbaron për gjithë jetën, prandaj duket kështu. Ne deri në fund të jetës do të rritemi. Prandaj mos e shikoni, domethënë sikur kjo që doni të arrini është një destinacion. Sepse gjithnjë do të ketë një destinacion tjetër. Dhe prandaj është e rëndësishme që ta balanconi dhe ta shijoni rrugtimin, sepse mund të vi fundi jetës dhe ju nuk e keni shijuar dhe keni menduar që ka ende shkallë për të ngjitur. Dhe sigurisht që ka, por ky shënimi i jetës që të na mbajnë ne të motivuar, që të përmirësohemi, të ndryshojmë, siç ishte te grupimi numër 1. Ja shumë të lidhur, ndoshta mund ta dëgjoni, por thjesht ky mesazh po e marr për ju, siç ishte figura e gjarprit që transformohet vazhdimisht, ndron lëkurën për të bërë një vete e re, pra është një proces i vazhdueshëm deri në fund të jetës së tij. Dhe deri në fund të kësaj jete për ju, është një rrugtim shumë i bukur që ju do të rriteni të zhvilloheni, por shijojeni. Pra merrni kohë që ta shijoni me njerëz të zemrës. Bëni një gjë të vogël, një fitim të vogël dhe po i shoh tani të gjitha këto si nga një gjë e vogël dhe fitim që ju keni bërë. Por ju keni ecur, nuk e keni festuar. Pra nuk keni ndaluar dhe ta shikoni dhe të thoni e bëra këtë gjë, ta festoj me njerëzit e zemrës, e bëra këtë gjë, ti bje një dhuratë vetes. Kjo është gjë më e bukur ndonjëherë që ju motivon, sepse marrëdhënia me veten është e parë që ne duhet të krijojmë dhe të jetë e shëndetshme. Dhe më pas vijnë marrëdhëniet e tjera, dhe numri 22 lidhet shumë edhe me këtë pjesën e marrëdhënieve, pra duke e cilësuar mos u bëni ermik i vetes, mos u bëni për shembull kritikuesi më i madh i vetes, që sot duhet punosh, sot ke për këto gjëra, apo si bërë këto gjëra nuk e i vlefshëm ose e vlefshme. Kjo është gjë më e keqe që mund t'i bëjmë vetes son. Nuk ka rëndësi se çfarë bëni gjatë ditës, se sa shumë ju bëni. Po të flisni në këtë lloj mënyre me veten tuaj, do thoja që kjo marrëdhënie me veten tuaj prishet dhe erdhi një kaq shumë e bukur për ju konfirmimi. Prandaj po qeshja. Pra, fundja për çfarë po i bëni gjitha këto? Në rregull për të shijuar me të tjerët, me veten, por është si të thuash po mblet, po kursej, ky është shembull që po dëgjoj. Po kursej që kur të vi kjo ditë për shembull, të bëj këtë gjë. Po sikur ajo ditë mos arri. Pra shijojeni pak këtu dhe aty në balancë, nuk po them që thjesht vetëm ta shijoni dhe thjesht vetëm të punoni, në balancë. Bëni punë, arrini një diçka të bukur në rrugtimin tuaj, festojeni, shijojeni, bëni një udhtim, bëni një dhuratë vetes. Erdhën shumë karta të bukura për ju. Kjo kartë simbolizon shumë faktin që ju jeni shumë pasionant dhe ju keni ide të cilat i vini në zbatim menjëherë. Pra këto ide merrni hapa të caktuar dhe i sillni në zbatim. Nga ana tjetër me këtë kartë ndjej shumë që kjo mund të jetë mërzia që mund të përjetoni. Pra ndoshta ajo që po dëgjoj që ju e zhyesni veten në punë për të harruar dhimbjen tuaj dhe ju e zhyesni veten në këto gola dhe synime që i bëni vazhdimisht për të harruar se sa vetëm ju ndjeni ndoshta, se sa kjo kritika që nuk ju lejon, pra kritika e vetes që ndoshta është dhimbja më e madhe që përjetoni dhe mund të jetë si armik i vetes suaj, që nuk ju bën të ndjeni të vlefshëm asnjëherë për çfarë bëni dhe nuk ju bën të, pra ju duket sikur është faj të festoni për këto suksese që ne tham, dhe ju duket sikur është faj që ju të keni të mirëqenie dhe ju duket sikur vazhdimisht duhet të jepni, të bëni dhe të arrini gjëra të mëdha. Dhe kjo është gjë e bukur për të arritur, sepse kjo ambicie ju ndihmon ju të ecni përpara. Por siç tham, duhet balancë. Dhe balanca vjen në momentin që ju vërtet i thoni po energjisë femërore. Dhe kjo është prezantimi më i bukur i energjisë femërore që ne folëm. Pra thjesht uleni mbrapa dhe të merrni frytet e punës suaj. Është si të thuash, nëse vazhdoni pra në natyrë, njerëzit mbjellin pemët, punojnë për to, kanë frutet e tyre, pra i bëjnë shërbimin, por marrin frytet më pas. Dhe kjo është balanca. Pra të bëni këtë punë, por të merrni diçka në këmbim, të merrni këto frytet e punës suaj. Dhe ja ku është edhe molla këtu në sfond, edhe pema, sigurisht, lëndina që ne tham, pra
ndoshta pasi të ngjiteni në disa shkallë, shijojeni rrugtimin në lëndin, qëndrimin në lëndin. Dhe më pas, vazhdoni përsëri nëse ju dëshironi, dhe sigurisht ju dëshironi sepse ju e keni këtë lloj zjarri të brendshëm që ju mban, pra kjo është ajo që ju mban juve gjatë gjithë kohës në ecje, në maturim, në gola të reja dhe në këto synime të qarta që ju keni. Por duke qenë në këtë lloj energjie efemerore, gjithçka e destinuar për ju gjen. Pra aty është vendi ku magjia ndodhet. Kjo është ajo që po dëgjoj. Në këtë moment vërtet magjia mund të ndodhë dhe ingranazhet e rrotës së fatit, si të thuash, punojnë për më të mirën për ju, sepse këtë simbolizon kjo kartë. Dhe gjithçka mund të ndodhë. Siç shikoni, janë të gjitha, si të thuash, sepse këtë kartë është pak ndryshe, janë me insekte, por janë të gjitha grupimet e ndryshme të gjithë kartave. Pra gjithçka nga kjo mund të ndodhë. Ju mund të merrni para, sukses, mirëqenie, ndoshta balancë emocionale dhe mendore. Dhe kjo kartë simbolizon vërtet, kjo është e para që erdhi që mua vërtet më bëri për të qeshur, por bënte sens nëse ne e thonim në këtë lloj mënyre, kombinuar edhe me këtë tjetrën. Pra, nuk është mbreti i monedave, është mbretëresha e monedave. Pra mos u bëni, si të thuash, edhe mbreti i monedave është një energji shumë e bukur, por unë po e shoh në këtë aspektin që mos u bëni tepër në këtë energji mashkullore, sepse ju e keni me tepri. Duhet të integroni energjinë femërore tani më. Dhe kjo mbretëresh është një mbretëreshe e cila jo vetëm jep. Mbreti është ai që më së shumti jep. Kjo mbretëresh merr dhe ka për të kujdesur për veten, për brezat që vinë, për familjen e saj dhe të tjerë. Pra, dhe është e integruar me energjinë femërore. Dhe kjo kartë simbolizon shumë familjen. Pra të keni një familje, të keni. Nëse ju vazhdoni ndoshta vetëm punoni, si mund të keni kohë që të gjeni partner ose partnere? Kjo mund të jetë për disa për jush. Si mund të keni kohë të kaloni kohë nëse keni partnerin ose partneren, të kaloni kohë të mirë me ta? Nëse jeni të fokusuar vazhdimisht vetëm pun. Sepse nuk është balancë kjo. Pra duhet shijuar koha me familjen, koha duke punuar, nëse ju e shijoni, e të tjerë. Dhe funda për çfarë po i bëni gjitha këto? Pra shembulli që më erdhi ishte që po kurseni. Kur do t'i shijoni, si të thuash? Pra mund të kurseni sigurisht, por edhe shijojini ndërkohë. Është një integrim shumë i bukur i grupimit tuaj. Këto ishin mesazhe vërtet shumë të bukura. Do të dia sa rezonuan me ju këto mesazhe. Sa aplikojnë jetën tuaj, çfarë konfirmimi erdhi për ju. Dhe shumë faleminderit për gjithë ju që komentoni, sepse e vlerësoj vërtet shumë. Dhe le të kalojmë te grupimi numër 3. Numri 28 mund të ketë lidhje me ju. Numri 82, numri 10, numri 1, pra, sepse në numerologji 10-a është e barabartë me 1, numri fillimeve të reja. Me ju ndi shumë të energjinë, përsëri të energjisë femërore, si grupimi numër 1. Dhe ndi shumë që ju jeni shumë zemërgjerë. Por, për një arsye apo për tjetrën, po shoh dy grupime, si të thuash, nga të dy anët, që njëri grupim për jush ka harruar se sa e rëndësishme është për shembull që ne të japim, të bëjmë bamirësi ndonjëherë. Sepse shpesh herë edhe mund të harrohet, pra, të merr rutina e përditshme dhe thjesht harron që të tjerë ndoshta kanë nevojë për ty, kanë nevojë për dritën tuaj, kanë nevojë për mirësinë tuaj dhe për zemërgjerësinë tuaj, sepse ndoshta nuk janë shumë të shumë njerëzit si ju dhe njerëzit e vlerësojnë pra të jenë të prekur nga drita juaj, si të thuash. Dhe nga ana tjetër, shembulli tjetër është ju jepni kaq shumë sa që harroni veten tuaj në anën tjetër. Pra harroni që ju ekzistoni, harroni që ju keni nevojë për këtë dritë, harroni që ju keni nevojë për mirësinë që ju ofroni tek të tjerët, edhe për ju. Dhe duhet një balancë me këtë. Pra po e shoh si një balancë që ofrojeni vetes, dhe së pari vetes. Por, ndonjëherë të tjerët kanë nevojë për ju. Pra nëse ju jeni në këtë gjendje që jeni okay me veten tuaj, kthejni syt njëherë nga të tjerët, sepse do të gjeni sigurisht të tjerë që vërtet kanë nevojë për ju. Dhe mos e shikoni si diçka, dhe jam e bindur që ju grupimi juaj nuk e bëni, pra mos e shikoni si diçka që po humbisni, sepse kjo do t'ju kthehet shumë fish, pra ju mund t'ju kenë ndodhur në jetën tuaj, që vërtet e mira juaj ju është kthyer. Ndoshta jo në të njëjtën formë, por në forma të ndryshme, për familjen tuaj, për njerëzit e zemrës, për diçka që ju keni dashur dhe që në kohën e momentit e dur e keni gjetur këtë zgjidhje, keni qenë të mbrojtur e të tjerë. Pra, kjo është mënyra se si na kthehet ndonjëherë e mira që ne bëjmë. Pra, jo domosdoshmërisht për shembull ndihmoni dikë me para,
ndoshta ju nuk ju vjen para, por ju vjen dashuri, ju vjen një formë tjetër, me të njëjtën, si do thuash, pesh, këmbimi, por në një formë ndryshe. Dhe është vërtet shumë bukur. Në momentin që ne vërtet bëjmë mirë për veten, për të tjerët, dhe sa më shumë njerëz të ishin si kjo energji, bota do të ishte një vend më i mirë. Ndoshta nuk do të kishte vuajtje, nuk do të kishte mangësi dhe mungesë, dhe do të kishte prosperitet për të gjithë, sepse në fakt ka prosperitet për të gjithë. Dhe kjo është gjendja që ju jeni, pra ju mendoni që ka për të gjithë aty. Por ju pëlqen të ndihmoni këta njerëz që nuk e kuptojnë që ka dhe nuk bëjnë të zgjedhje që të jenë në prosperitet, si të thuash. Dhe përderisa ju jeni, ju e ndani sepse e dini që ju po ndani nga një, si të thuash, burim që nuk shteron kur. Pra si të jepni ujë për të tjerë që kanë etje, nga një burim i cili vazhdon dhe nuk do të thahet ndonjëherë. Kjo është energjia që po ndjej. Dhe është një energji shumë e bukur. Grupimi juaj ka një energji shumë të qetë, shumë të paq, shumë me dashuri në qendër. Edhe vetë figura e prezantuar ka një varse zemër. Okej. Tani me këto karta konfirmimi, po ndjej vërtet një energji tjetër. Dhe mund të ketë shumë lidhje me këtë sigurisht. Si fillim, ndjej shumë këtë energjinë që keni patur të bëni në të kaluarën tuaj me individ të cilët ju kanë punuar pas shpine. Nuk e di, ndoshta ju mund të jeni këta persona të cilët shikoni këto video, sepse vjen vazhdimisht si kartë në video që ne bëjmë, pra mund të shikoni këto video dhe mund të ketë të bëjë me historinë tuaj dhe mund të zgjidhni po këtë grup, nëse e bëni, komentoni dhe do të ishte shumë konfirmim i bukur, sepse jo se ju e keni kaluar këtë vështirësi, por kjo e ka bërë më mirë dhe do ta shohim sepse. Dhe ju jeni ndjerë të bllokuar disi. Pra, jeni ndjerë sikur ju është cënuar diçka juaj, ju është marrë diçka juaj, qoftë energji të mira, resurse që ju keni dhënë, apo nuk keni qenë të vlerësuar për atë që ju jeni, dhe kjo e ka lënë të ndjeni të mërzitur dhe të pakënaqur, si të thuash, ndoshta nga jeta, nga këta persona. Nuk po them nga jeta, sepse ju e kuptoni që ndodhi për një arsye. Ju thjesht nuk e kuptoni se si mund të jenë njerëzit në këtë mënyrë, sepse ju mendoni që të gjithë kanë varse prej zemre, të gjithë janë në balancë, të gjithë, si të thuash, duan të japin, pra është kjo që ne thamë që bota do të ishte një vend më i mirë, por ndoshta ju të gjithë e zgjedhin ta bëjnë këtë. Dhe disi, universi ka bërë të mundur që, sepse kjo është dora, si të thuash, një dorë e fshehtë e universit që ka organizuar ngjarjet, që ju të shpëtoni nga ky mjedis, nga këta njerëz. Dhe që të merrni pak kohë dhe të reflektoni për çfarë ndodhi. Me këtë kartë ndjej shumë energjinë që ju keni qenë në një kohë reflektimi këtë periudhë për çfarë vërtet ka ndodhur, të rifitoni përsëri këtë paqen e brendshme dhe në grupimet e tjera me ilustrime të ndryshme është një person i cili është varur kokë poshtë. Dhe ndodh për një arsye, pra që të shikoni gjërat në një perspektivë tjetër. Dhe të iluminoni, zakonisht ka dhe një halo, siç e ka figura këtu, pra të iluminoheni për të vërtetën. Kurse në këtë lloj vizualizimi pra të këtyre kartave tregon kohë shërimi, tregon që ju, siç janë këto flutura të ngecura në rrjet, nuk është se jeni të ngecura, flutura mund të iki, por ideja është që është koha e duhur universale që ju të mund të merrni këtë iluminim, që ju të mund të zhvilloni njohuritë tuaja, që ju të mund të rriteni personalisht, sepse jo më kot ndodhi gjitha kjo. Pra gjithë kjo histori nuk ndodhi kot. Ndodhi për një arsye. Ndodhi që të rriteni, të kuptoni, të mbroni energjinë tuaj, të kuptoni që ndoshta të gjithë janë si ju dhe të radhës tjetër mos gaboni përsëri. Pra ky është iluminimi, sepse nëse ju largoheni dhe vazhdoni përsëri jetën tuaj, do të rishni po të njëjtat njerëz se nuk do e kuptoni. Por në këtë moment, ky izolim që ne tham dora universit ka bërë për ju, ka bërë të mundur që ju të reflektoni, të zgjeroni horizontet tuaja, njohuritë tuaja pse ka ndodhur të tilla gjëra dhe të transformoheni, siç janë fluturat simboli transformimit, që edhe vijnë shpesh si mesazhe. Dhe të zbuloni njohuritë tuaja të brendshme. Pra shkolla universale, se shikoni është kokë poshtë në këtë moment ora, pra ju duket sikur koha për ju kalon ndryshe. Pra për të tjerët duket sikur ata po lëvizin, po bëjnë shumë dhe ju duket sikur jeni në vend numër O, sepse koha pak është iluzion dhe në varësi të asaj që ne bëjmë, ne perceptojmë në mënyra të ndryshme, dhe kjo është pra thjesht çështje perceptimi, lentet që me cilat ju shikoni jetën dhe është gjithçka në kohën e momentin e dur. Mos mendoni që po ngeleni mbrapa, mos mendoni që diçka po shkon keq për ju, sepse ju po transformoheni. Dhe siç e shikoni, po lind një vetë e re.
Ndoshta kjo vetë e re nuk është më e fokusuar tek gjërat materialistike, nëse ju keni qenë, po i lë pas ato dhe ka një perspektivë të re, siç e shikoni syri këtu, që është e fituar nga vetë eksperiencat e jetës suaj. Dhe juve ju duket sikur pra keni kaluar një kohë lufte, siç është në sfond, dhe kjo ju ka bërë që të rilindni. Pra nëse nuk do të ndodhte e gjitha kjo, nuk do të kishit këtë perspektivë. Dhe ndjej shumë që ju mund të ndjeheni sikur e gjithë dashuria dhe mirësia që ju keni dhënë ka shkuar në kosh. Dhe nuk është parë, nuk është vlerësuar dhe nuk do t'ju vi më, thjesht iku tani më. Kjo është shumë larg së vërtetës. Sepse ju tani më, siç tham, flutura u transformua, erdhi koha që ju të dilni nga kjo zonë komforti dhe reflektimi, të fluturoni por në një mënyrë të re, në balancë. Siç e shikoni, ngjyra e bardhë e zezë dhe dy grupimet e para ishin vërtet shumë të lidhur me energji mashkullore e femërore. Dhe tani më ju jeni në balancë. Pra, grupimi juaj është në balancë. Dhe ingranazhet, siç e shikoni, pra dhe koha që tani më është me kokë lartë, si të thuash, dhe është koha tani më që ju të vazhdoni rrugtimin tuaj me këto njohuri të reja, me këtë balancë të rifituar. Dhe vetë karta që unë ndjeva që më duk si një peshore me të dy anët dhe simbolizonte balancën. Dhe koha që fluturoni, të entuziazmoni, të shijoni jetën, kjo është ajo çfarë simbolizon kjo kartë, të keni një farë inspirimi të ri, një, si të thuash, do të vi për ju së brendshmi shumë inspirim, motivim dhe energji pozitive që të ndiqni diçka që ju doni. Dhe në aspektin e mirëqenies që ne tham që mendoni që ka humbur, siç e shikoni, shumë karta të bukura. Okej. Pra ju ndjeni në këtë energjinë që mendoni që e gjithë kjo energji që unë dash, mbaroj nuk do të vi më në jetën time. Por siç e shikoni, çfarë ka rënë nga kjo gotë, po merret nga gota tjetër. Nuk është ky simboli primar, por kjo është ajo që po shoh tani. Dhe simboli i pilivesës që lidhet shumë me këtë pjesën e magjisë dhe të besimit në mrekulli dhe magji. Dhe ju keni shëruar zemrën tuaj gjatë kësaj periudhe dhe ju po lulëzoni. Dhe këto lule mund të kenë shumë rëndësi për ju, pilivesa, ylberi. Dhe tani më, siç ju keni dhënë për të tjerët, universi po jep për ju. Gjithçka po ndodh në kohën dhe momentin e duhur në mënyrë harmonike. Dhe e them këtë për gjithë këto karta të bukura që erdhën njëra pas tjetrës. Një ofertë mund të vinë në punën tuaj. Pra siç tham, e mira juaj ndoshta nuk vjen ashtu siç ju e that. Mund të vijë si ofertë në punën tuaj, mund të vijë si mbrojtje në realitetin tuaj fizik dhe në atë shpirtëror emocional, mund të vijë si një ofertë, një fillim i ri në dashuri, siç tham, numri 28 që është i barabartë me 10, ose thjesht një mundësi e re që ju të keni më shumë dashuri në jetën tuaj, më shumë dashuri për veten, pra më shumë energji që ju të doni veten, të jeni në paqe me veten, por mund të ketë të bëjë edhe me dashuri në realitetin e sepse erdhi dhe kjo kartë në fakt, pra që ju mund të gjeni partnerin ose partneren tuaj. Dhe nga ana tjetër ju keni ndërtuar këtë lloj stabiliteti në jetën tuaj që bën të mundur këtë. Pra bën të mundur që çdo gjë që është destinuar për ju të vijë, sepse ju keni një vend të sigurt dhe të qetë tani më. Dhe këtë keni rifituar gjatë periudhës së ndryshimit të perspektivës, prandaj është e kaq e rëndësishme. Dhe e gjithë kjo mirësi që ju keni dhënë dhe keni qenë bujar me të tjerët, po vjen si përmbushje një dëshire të zemrës suaj, siç tham, varsja me zemër. Dhe ja tek e keni gotën që ne tham të universit. Gjithnjë sa e shoh këtë kartë është një, siç tham, burimi që nuk ka asnjëherë fund. Dhe kjo po vjen për ju, pra mirëqenie që nuk ka asnjëherë fund për ju. Në forma nga më të ndryshmet. Mirësi në botë nga më të ndryshmet. Dhe sa më shumë ju e dalloni këtë si mirësi dhe si gjë, aq më shumë vjen, sepse kështu funksionon gjithçka në univers. Dhe ja tek e keni lumturi. Kjo është karta më e lumtur dhe pozitive në të gjitha grupimet e mundshme. Sepse tregon vërtet shumë përmbushje në gjitha nivelet, por më së shumti përmbushje të zemrës suaj dhe përmbushje emocionale dhe shpirtërore. Dhe unë jam e bindur që kjo është ajo që ju doni dhe kjo është ajo që juve ju bën vërtet shumë të lumtur. Ndoshta asgjë materiale nuk ju bën kaq më të lumtur se sa kjo. Të keni njerëz të mirë, njerëz që ju duan sinqerisht, njerëz të sinqertë dhe e sinqeriteti mund të ketë rëndësi se e thash 2 herë. Njerëz që ju duan pa kushte, që duan t'ju shohin mirë, familje të madhe ndoshta. Dhe ja tek e keni universi vet. Karta e yllit simbolizon vërtet shumë, the Star Card simbolizon vërtet shumë që ju keni besim. Ju asnjëherë nuk e humbët besimin dhe shpresën që ka njerëz të mirë, që e gjithë mirësia ime do të shpërblehet. Pra ju u mërzitet për ca kohë se menduat se u harrua,
Por gjithsesi menduat që nuk ka problem sepse kjo jam unë ose ky jam unë dhe unë përsëri do të bëj mirë. Dhe sigurisht që asgjë nuk u harrua. Madje do të vijë amplifikuar. Shikoni të gjitha ju jetë e mundshme që do të vinë për ju dhe gota që ne thamë që janë pafund asnjëherë, magji dhe mrekulli në jetën tuaj, pra ju mund të shëroni në mënyrë të magjishme, ju mund të përjetoni situata të bukura që duken si magji në vetvete, pra takoni një person në një mënyrë kaq magjike dhe ju ndryshon jetën. Dhe kjo e gjitha sepse ju ndryshuat perspektivën, siç e shikoni me Dylbit në sfond, pra ju ndryshuat mënyrën se si shikoni gjërat dhe gjërat ndryshuan në vetvete. Ju ndryshuat mënyrën se si shikoni jetën dhe situatat dhe ato u bën të vlefshme për ju. Vërtet shumë grupim interesant, i bukur, i magjishëm dhe nisi shumë qetë, por ndoshta nisi qetë për arsyen që ne thamë që ju mund të jeni në këtë periudhën e reflektimit. Por ama, bëhuni gati sepse shumë energji do të vinë në jetën tuaj dhe duhet të dini se si ta menaxhoni atë. Shumë faleminderit, është një mesazh për grupimin numër 3, do të dija sa rezonuan me ju, sa rezonuan simbolet, çfarë konfirmimi morët. Ndihem shumë e lumtur kur ju komentoni dhe ndani perspektivën në opinionin tuaj, eksperiencat tuaja. Ndihem vërtet shumë mirë që të kemi miq kaq të mirë në këtë rrugtim. Ne jemi gjithë së bashku, ju nuk jeni vetëm, mos mendoni për asnjë moment që jeni vetëm apo të pakuptuar. Këtu mund të gjeni njerëz që ju kuptojnë, por unë jam në rreth të parë ajo që ju kuptoj dhe vërtet jam këtu për çfarëdo gjë që ju keni. Shumë faleminderit, shihemi në videon tjetër, mirupafshim.